يا الله Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vizituar një djalosh i cili ka qenë prej çifutëve. Ka qenë prej çifutëve. Ky hadith është shumë i rëndësishëm me ata të cilët janë mashtruar pas ekstremitetit të ekstremistëve bashkohor. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një shërptor të vetin i cili ka qenë prej çifutëve, jo muslimanëve. Edhe ky djalosh i cili ka qenë prej çifutëve ka qenë i smuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku me vizitu. Pejgamberi i Allahut po shkon me vizitu një çifut, një jo musliman, i cili ka qenë i smuar. Çka ka shku pejgamberi sa kur ka vizitu, ju ka ul te koka tina edhe i ka thonë aslim, pranoj islamin, thuj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, me një fjalë vetëm, me një busi. Djaloshi ka shikuar ka babai i vet, i ka shikuar me sy babain e tij, edhe i ka thonë ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ka thonë nështrojo Abu Qasimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, e ka pranuar islamin djaloshi çifut, e ka pranuar islamin. Kjo vizite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mëshirë, ka qenë një misjellje shumë e madhe. Ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është pejgamberi jon. E ka vizituar edhe çifutin smuar, jo muslimanin. Mi po kjo sjellje e tij e mirë, kjo edukat e tij e lartë, unike, është bërë shkaktar që ai djalosh me pranu islamin. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që ai e ka pranuar islamin? Ka dalë për atyre të duke thonë alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Falëndrimi takon Allahut që ka shpëtuar nga zjarri i xhehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas ka shpëtuar një person nga zjarri i xhehenemit, është bërë shkaktar që një person të shpëton nga zjarri i xhehenemit përmes vizitës tine që ja ka bo atij personi kur ka qenë i smur. E lutim Allahun azza wa jall që na i shtoj të mirat, virtytet e larta, edhe që punët tona të mira bëhen shkaktar që njerëzit ta pranojnë islamin, ta kuptojnë islamin sa më mirë, që njerëzit ta shohin rahmetin e islamit.